Pra, po e sheni që po vazhdon në abuzimi i të drejtës kushtetuese e cila i takon partisë së parë për ta propozuar një kandidat dhe në mungesë shumicës parlamentare për ta zgjedhur atë kandidat apo atë kandidate, lëvizja vetëvendose e ka marrur shtetin peng dhe po i mban konstruimin e institucioneve peng. Ky është një degradim për cilin asnjë se kemi paramenduar që mund ndodhë ndonjëherë. Ky është edhe dhunim i verdiktit qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse pas nesër bëhen 3 muaj që i kemi mbajtur zgjedhjet dhe ato zgjedhje e kanë prodhuar këtë përbërje të kuvendit, e cila e ka për obligim që ta konstituoj kuvendin e Republikës Kosovës, organizmin, institucionin ma përfaqësues të secilit qytetar, por tendenca imponuese e lëvizjes vetëvendosje, mos pajtimi i tyre me faktin që s'kan shumicë dhe s'do të kenë shumicë parlamentare, po e mban peng këtë proces dhe e kalon Kosovën pa institucione legjitime. Si Partia Demokratike të Kosovës, ne kemi qëndrimin e njëjtë që kemi pas që nga fillimi. Ne besojmë që vendi duhet me i pas institucionet e konsoliduara, që kuvendi duhet me u konstituu dhe se qeveria e re duhet të votohet, por për ndodhur kjo, se cili duhet ta luajë rolin e vetë, përgjegjësinë që ka marrë nga qytetarët, po në radhë parë partia që ka dalë e para. Zgjidhja është tashmë evidente. Duhet me u ndrru kandidatja e cila ka dështu dhe do dështoj sa herë që të vjen në kuvend. Ndaj edhe një herë ftoj deputetin Albin Kurti që të na tregoja e ka më të rëndësishme Albulena Haxhiu në 1 milion qytetarë që kanë votu në zgjedhjet e 9 shkurtit, sepse nga ajo që kemi pa deri tash, Albulena Haxhiu është më e rëndësishme për të dhe për vetëvendosjen se sa votat që i kanë marrë ata. Si që dini, sot kam mbledhjen e kryesisë, është mbledhje rregull që ta dini. Ne i mbajmë mbledhje të mërkurave dhe do ta diskutoj me kolegët e mi këtë propozim që tashmë e keni pa dhe ju në media, e kam lexuar edhe unë, e që e ka dhënë zoti Abdi Xhiku. Sa po të përgjigja që këtë çështje do ta trajtojmë në mbledhjen e kryesisë. Nuk ju jap përgjigje para se me i respektu kolegë. Fillimisht do të bisedoj me kolegët e mi, të cilët e kanë besimin e votuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të cilët e kanë edhe përgjegjësinë si organ ekzekutiv. Po normal, po një herë do të diskutoj me ta, juve ju njoftoj se s'është shumë vonë, sot masdite do t'ju tregoj. Megjithatë, çka i duhet Kosovës është konstituimi i kuvendit edhe i duhet një qeveri. Ju preferencën time e dini prej fillimit, edhe angazhimin e Partisë Demokratike të Kosovës e dini prej fillimit, por normalisht që ne jemi të hapur, jemi të vetmit që kemi diskutuar me krejt. Unë e kam takuar të gjithë. I kam takuar bashkë secilin lider. E kam takuar edhe Albin Kurtin, sepse ne si PDK kulturën tonë politike kemi dialogun, jemi të gatshëm me i dëgju tjerët edhe kur s'na pëlqejnë, edhe kur pajtohemi me pa cilat janë mundësit me i dhonë venit institucionet së qytetarët nuk na kanë votu për me ardhë këtu çdo 2 ditë dhe me u tallë me ta një kryesues i kuvendit të cilin e kanë marrë peng edhe ato lëvizja vetëvendosje duke ja imponu çka me bo e ai nuk shkon as sipas skenarit që ja ka dhënë sekretaria. Pra, ne kemi përgjegjësi ndaj qytetarëve, kemi përgjegjësi ndaj votuesve tonë, por edhe ndaj atyre që s'kan votuar fare, si janë qytetarët e Kosovës. Dhe për këtë arsye, unë jam i gatshëm i dëgju të gjithë, jam i gatshëm me komuniku me të gjithë dhe me i dhonë një zgjidhje e cila është meritore për vendin tonë. Kështu që edhe për këtë çështje që e di që prej dje e keni me rëndësi me unë përgjigje, kam qenë shumë transparent, ju kam thonë sot do t'i takoj kolegët e kryesisë, ka rastisë që tjetë edhe mbledhja rregull dhe normalisht që pas asaj do t'a jap edhe një konstatim për saj përket propozimeve konkrete, urdhnë. A nuk kupton kjo që do të shkojnë në takim qoftë edhe nëse nuk pajtoheni për qeverinë e tranzicionit me shqiptar që deputat nuk keni votuar?
Ju e dini që si komik as një takime, e kom taku edhe Albin Kurtin, normalisht që kolegët e ish opozitës i takoj edhe ma lehtë edhe ma me dëshirë. Faleminderit. Po. Interesant që të pyetje ma ka bë edhe Albin Kurti. Po unë nuk menoj që ne duhet me dhunu këtë, nuk thash që është pyetje, unë thash që të njëjtën pyetje nga bëpë që s'po është blokoni. Nuk mundemi me dhunu kuvendin duke ja vendos me votat tona në krye një person i cili nuk i bën nder këtij vendi. Nuk i bën nder këtij kuvendi. Nuk mundemi me bë kryetare të kuvendit dikën që ka polarizu këtë kuvend. Dikën që ka hedh gaz lotësjellës në sallën e këtij kuvendi. Nëse i kish pas votat Albin Kurti, ne kishim punu. Nashta na e zgjidhje edhe më të keqe se sa zonja Haxhiu. Pa ai si ka votat. As si ka për vete më bu kryeministër, as si ka për Albin Haxhiu më bu kryetarët e kuvendit. Dhe në situatën aktuale nuk mundemi ne qoftë as për pushtet me e dhunu institucionin më të rëndësishëm vendit tonë. Është zgjidhje shumë e thjeshtë. Duhet me sjell një kandidat apo një kandidate që për një me mundet me marrë 61 vota spaku, dhe ju e dini që ka tillë. Tashmë ka dhe emrat që dihet që do të kalojnë. Por ky insistim i Albin Kurtit, vetëm për Albin Haxhiun, përtej që nuk është as i arsyeshëm, përtej që është i dëmshëm, përtej që është i gabueshëm, vërtet është për mendimin tim edhe fyse ofendues ndaj qytetarëve të Kosovës, sepse po e përsëris, i bie që më rëndësishme është Albin Haxhiu se sa rreth 1 milion qytetarë që kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit, e që kanë votuar për me dhënë vendit institucione. Unë ju falenderoj dhe besoj komunikojmë sonte apo sot pas dite më vonë.